Përshëndetje miqtë mi, mirë se erdhët edhe një herë në kanalin tim. Jam Igena Neli, për ju që jeni për herë të parë këtu. Jam shumë e lumtur t'ju shoh që jeni rikthyer, për ju që po riktheheni. Sot dua të flasim për mënyra se si mund të rilidhim subkonsciencën tonë. Mendojeni pak sikur jeni duke ecur në një fushë. Nuk ka asnjë rrugë, zero. Njësoj është truri ynë. Fjala vjen në momentin e parë që ti ke lindur. Dhe me kalimin e kohës, prindi të thotë gjithmonë do ecësh nga kjo ana, sepse nga kjo ana është rruga më e mirë. Pastaj vjen dikush tjetër dhe thotë, "O jo, rruga më e mirë është nga kjo ana tjetër." Dhe ti fillon ecë nga ajo ana tjetër. Në disa raste, kjo ana tjetër mund të jetë më e mirë, në disa raste jo, mund të kthesh edhe një herë në rrugët e prindërve. Ka edhe një mënyrë tjetër, që në momentin kur ti e sheh që asnjëra nga këto rrugët nuk po funksionon për shkak të ndryshimeve që mund të ndodhin për 1001 arsye, ti fillon dhe krijon rrugë të reja. Dhe imagjinoni edhe një herë këtë fushën, është një fushë me barë. Dhe ti mundesh je duke qëndruar në një pikë ku ti mundesh të shohësh rrugën që xha është krijuar nga prindrit e tu dhe ti mundesh të ecësh nga ajo rrugë, mund të shohësh edhe rrugë të tjera. Por ke edhe një hapësirë që është totalisht me barë të paprekur. Aty ku ti mendon se bari i paprekur nuk duhet prekur, ndoshta duhet prekur. Dhe në momentin që ti vendos ta prekësh, ti je duke krijuar një rrugë të re. Një rrugë të re krejt tënden. Dhe arsyeja pse kjo mund të duhet në jetën tënde është se në fakt këto rrugët e reja nuk janë gjë shumë e keqe. Përkundrazi, janë shumë të mira. Janë shumë të mira sepse të krijojnë mundësinë që ti të krijosh një mënyrë të re të menduarit. Dhe ndonjëherë kjo mënyrë e re e të menduarit mund të shpëtojë jetën. Mund të jetë diçka që të zgjon edhe të bën ty të ndihesh shumë herë më i plotësuar me jetën tënde. E njëjta gjë ka ndodhur me mua. Kishte disa momente kur e kam menduar që rrjetet sociale do të ishin fundi im, por unë vendosa të krijoja një rrugë të re krejt timen në rrjetet sociale. Dhe ja ku jam. Ja ku jam sot keni mundësi të më njihni, më shihni, edhe të dëgjoni nga unë për gjërat për cilat dua që të mësojmë edhe të flasim të gjithë së bashku. Nuk dua ta zgjas më shumë. Dua të flasim për mënyrat se si ti mundesh që të krijosh të rrugë të re. Pra mendojni, është kjo fushë me barë të paprekur dhe ti duhet të krijosh një rrugë të re. Keni parasysh kur futeni në një barë, në një fushë me barë shumë të lartë, edhe ju ecni, derisa të dilni në fund kur ktheni kokën, ajo rruga, madje në disa vende ai bari mund të jetë duke u kthyer prapë, domethënë në gjendjen e mëparshme, ama ju mund ta shihni që ju e keni krijuar një lloj rruge. Edhe të jep një lloj ndjesie të lezetshme ajo momenti kur ti mund të jetë edhe gabim se do të bërtas nona se ke shkel barin, po nuk ka rëndësi. Për momentin ti ndihesh shumë mirë, ti ke krijuar rrugën tënde, edhe të jep një lloj ndjesie të këndshme. Dhe e njëjta gjë dua që të bëni ju me trurin tuaj. Shkoni në një pikë ku ju e dini se nuk e keni prekur fare, nuk e keni të shkelur fare. Fjala vjen, keni kaluar gjithë jetën me stërmundime, duke vuajtur, duke menduar se si ka mundësi që vetëm mua më shkojnë gjërat keq, si ka mundësi që unë duhet kaloja humbjen e babait, të mbetesha pa lek, humbjen e nënës, familjarët e mi më braktisën, të mos kem as këtë, as atë, të mos kem as mundësinë për të shkolluar, mos kem as mundësinë. Mendojeni pak të gjitha këto pengesa. Të gjitha këto pengesa, të gjitha këto fatkeqësi që mund të kenë qelluar një jetë. E di, do thuash ti e ke shumë kollaj ta thuash këtë. Por secili ka kaluar ato gjërat e veta, kështu që mos jeni kaq sigurt në momentin kur e them këtë mënyrë se si duhet mendosh. Thjesht ndalo për një moment, edhe thjesht thuaj, po sikur të provoj një jetë tjetër. Po sikur të provoj një rrugë tjetër, një mënyrë të re të menduarit.
Sepse duke i menduar gjërat ndryshe, që aty nis komplet ndryshimi rrënjësor i jetës tënde. Dhe unë do të ndihmoj se si ti të mendosh ndryshe. Do thuash ti si mund të mendoj ndryshe kur unë jam mësuar gjithë jetën që çfarë është gabim, çfarë është në rregull, çfarë duhet të bëj, çfarë nuk duhet të bëj. Në radhë parë të duhet vullnet. Duhet ti të jesh 100% i bindur me veten tënde që do t'i bësh gjërat ndryshe. Pra ti je ti ajo që do t'i bësh gjërat ndryshe. Nëse ti në radhë të parë nuk do gjesh vetëm justifikime. Nëse do që vetëm ta nisësh dhe të ndryshosh një dy gjëra dhe pastaj të tërhiqesh, nuk do shohësh tërësisht efektin që ka ky lloj ndryshimi. Ama nëse ti ulesh dhe thua, unë që nga ky moment do të shmësohem, pra do t'i fshi të gjitha gjërat. Jo se do përplas kokën dhe do humbas memorien, po thjesht dua të ndryshoj veten time, mënyrën se si unë jam rritur. Nëse prindrit e mi deri tani më kanë rritur me idenë që duhet kërkosh pak, sepse ne nuk jemi njerëz kaq të lartë sa të kërkojmë shumë. Jo, unë dua të kërkoj shumë, pafundësisht shumë, sepse unë e di që i meritoj të gjitha. Dhe që nga ky moment ti fillon dhe ndryshon. I fshin totalisht ato gjëra që kanë thënë prindrit. Ato nuk janë realiteti yt. Nuk kanë pse të jenë, nuk ka asnjë lloj arsye pse të jetë realiteti yt. Ti mundesh të krijosh realitetin tënd, si duke e parë me sytë e mendjes që ti meriton asgjë më pak se më të mirën, vetëm më të mirën. Edhe kur të kesh frikë. Ti e di shumë mirë, duhet ta dish në brendësinë tënde që ti meriton më të mirën, pavarësisht frikës, pavarësisht çdo gjëje. Duhet i thuash vetes tënde që unë meritoj më të mirën. Edhe nuk ka rëndësi se mund të kem frikë që sepse e vetmja frikë që do kesh pastaj është po sikur ta humbas këtë gjën, po sikur të mos e arri, po sikur të gjitha këto po sikurët janë thjesht residue, janë thjesht mbetje nga një identitet i vjetër që ka kaluar tashmë. Mund të duken ndonjëherë të frikshme dhe ti thjesht thua, thjesht nuk dua ti mendoj këto, thjesht nuk dua ti mendoj. Dhe kjo është ndoshta mënyra më e mirë për t'ia dalë. Injoroje, një realitet që nuk të pëlqen, injoroje. Unë sot isha në kish edhe në një moment ishte dikush që duke që ishte i dehur ose nuk e di, edhe filloi të ofendonte, filloi të rriste brenda kishës dhe unë që isha, domethënë mundesha të ndjeja në mënyrë të frikshme energjinë e këtij personi, ndoshta nga vetë fakti që aty energjia është shumë e pastër edhe sikur një trazues të jetë ndjen atë dallgën shumë herë më fort. Fillova të nuk ndihesha mirë, edhe thash, injoroje dhe pastaj thash, unë mund ta bëj kështu, që sot të rri vetëm 2 minuta në kish, të marr frymë edhe të largohem që këtu në mënyrë që të mundem të vazhdoj jetën përpara dhe ta injoroj komplet si gjë, sepse sa më shumë të rrish në një ambient ku ti e di që nuk je rehat, aq më të vështirë ke pastaj për ta injoruar. Por sapo dola që aty e mora prap frymë thellë, isha, tani jam mirë edhe kjo gjëja nuk më ndodhi fare. Domethënë në darkë kur unë do ulem, do mendoj gjitha gjërat që më shkuan mirë gjatë ditës, do them, unë dola, takova goca, takova gazetarët, pastaj shkova në kish, ndita 2 minuta, se nuk isha shumë kohë, pastaj u ktheva, erdha në shtëpi, ndjem shumë mirë, edhe pastaj shkova në punë, pastaj bëra video në YouTube dhe pastaj shkova në punë. Dhe të gjitha gjërat më shkuan për mrekulli dhe pikërisht këto janë momentet kur ti i reflekton këto gjëra, se kjo është mënyra se si ti mundesh të fshish diçka që ka ndodhur më përpara, diçka që ti ndoshta nuk e kishe në dorë, diçka që të është mësuar në mënyrë të gabuar. Kjo është mënyra se si ti thjesht e fshin atë. Por ose thjesht e injoron. Në momentin kur ti bën recalling, kur ti bën rimendim të gjitha gjërave që kanë ndodhur gjatë ditës, sepse jam e sigurt që gjithë ju ndodh që të shkojnë në shtratë dhe thjesht mendon, "Ua, çfarë ditë sot", edhe filloni mendon edhe një herë, po kjo gjëja si shkoi. Unë në fakt e bëja në mënyrë shumë automatike, as nuk e mendoja fare që unë në fakt ulem në shtratë dhe bëj këtë gjë. Edhe thjesht mendoj. Edhe
derisa fillova të shija disa video të cilat më bën shumë më të vëmendshme ndaj këtij rituali që unë bëja me veten time. Dhe kishte shumë raste që në momentin kur bëja atë rikthimin në mendje të gjitha gjërave që unë kisha menduar ose që kisha kaluar gjatë ditës, kisha një tendencë për t'i bërë gjërat e këqija shumë më të mëdha se sa ishin, dhe gjërat e mira ndonjëherë pak më të vogla se sa ishin në të vërtetë. Ose thjesht i kaloja kështu më shpejt, edhe pastaj më shkonte mendja prap te diçka që vërtet më kishte shqetësuar. Edhe fillova t'i thrisja mendjes në këtë raste dhe fillova të krijoja atë rrugën time të re. Edhe thash, okay, unë do shkel barin tim, do shkel në këtë bar të ri, edhe nuk do t'i mendoj gjërat kaq shumë. Ose edhe momentin që do t'i mendoj ashtu siç unë do doja t'ishin. Pra, duke në një farë mënyrë duke i dhënë me këmbgulje që unë shkova në punë dhe të gjithë më falenderuan për punën e mrekullueshme që unë bëra, pavarësisht se çfarë ndodhi në punë. Ndoshta askush nuk më falenderoi, ndoshta as nuk e vënë re fare që unë isha aty. Por në momentin që unë shkova në punë, të gjithë më falenderuan. Vetëm për faktin që unë ekzistoj. Dhe unë paguhem për faktin që unë ekzistoj. Dhe unë paguhem për faktin që unë marr frymë. Dhe të gjithë janë kaq të respektuar ndaj meje. Dhe personi që unë dua më do me gjithë shpirt. Dhe personi që ka në dorë për të më dhënë pagën, më jep gjithmonë bonuse dhe gjëra të tilla. Mund të duken shumë deluzionale, por kështu është të shkelësh në një bar të ri. Ti nuk e di asnjëherë se çfarë fshihet aty. Mund të duket sikur gjithë njerëzit thonë, po si po e bën këtë, si po shkon, si po shkel në bar të ri, askush nuk ka shkelur aty, ndoshta ka një kënet, ose ndoshta ka një tunel lepuri, ose ndoshta ka një buburec që na nuk e kemi parë më përpara. Gjitha gjërat mund t'i ketë në këtë bar. Por askush nuk e ka shkelur. Jetë ti ajo e para që po shkel. Dhe duhet shkosh atje me besim. Duhet shkosh të shkelësh të bar me shumë besim. Një ndër mënyrat më të thjeshta për ta bërë këtë gjë është mirror command, jo të komandosh pasqyrën, por të marrësh pasqyrën dhe t'i japësh ti drejtim gjës. Ulu për disa sekonda. Edhe më falni, se thjesht më duhet ta lexoj për të qenë edhe unë më korrekt me gjën që po them. Thuaj një fjali reflektimit tënd, ulu përpara pasqyrës. Dhe një fjali të vetme. Thuaje reflektimit tënd pasqyrë. Thuaj që unë jam e pasur, unë jam e zgjuar, unë jam e suksesshme. Dhe edhe nëse ti mund të kesh qenë personi që përmenda në fillim që i kanë rënë gjitha hallet e botës, mendojeni sikur faleminderit Zot. E di, është gjëja më e vështirë për t'u thënë, sepse ti do thuash, po të tjerët kanë prindër, të tjerët janë kujdesur prindërit e tyre që t'u japin shkollën, që t'u japin një shtëpi, jetesë normale dhe çdo gjë tjetër. Pse unë duhet ta kaloja këtë? Ndonjëherë disa shpirtra vinë në tokë me qëllim të caktuar. Dhe është pikërisht momenti kur ti nuk duhet jesh më shumë besim plot në atë mision që ka shpirti yt këtu, ndoshta për t'i provuar të gjitha këto, ndoshta për të kuptuar, për të mësuar, për të rritur. Dhe ti thjesht thuaj, Zot faleminderit për gjitha këto sfida. Pavarësisht se ndoshta nuk e meritoja ka shumë dhimbje në jetën time. Faleminderit, sepse ti e di më mirë. Ti e di më mirë sepse ndoshta edhe fakti që vdishim atë, ose i me më, ose një person i afërt i jetës time, ndoshta mund të ketë qenë duke plotësuar një të mirë. Ndoshta ky person ka qenë nisur për të bërë keq dikujt tjetër dhe pavarësisht se është prindi ynë, pavarësisht se është i familjari ynë, i afërmi ynë, nuk duam ta dëgjojmë këtë për njeriu tonë të dashur, por janë gjëra që ndodhin. Ndoshta mund të kesh qenë duke i shpëtuar jetën një personi, do thuash ti pse ti shpëtoi jetën një personi që në fundit nuk e njoh,
kur më iku personi im i dashur, por ndonjëherë gjëra të tilla kështu janë shkruar. Dhe mënyra se si ti mundesh ta rregullosh jetën tënde është duke mos rënë prej mendimeve negative, duke mos thënë bëbo çfarë më gjeti mua dhe hajde tani të krijojmë 7 breza të tjerë me vuajtje dhe me dhimbje dhe me nuk e di. Por le të përdorim këtë moment për t'i dhënë mundësinë vetes tonë për të mësuar, për të rritur, për të pjekur emocionalisht, e për të thënë që për të dalë para pasqyrës pa frikë, edhe për të thënë fiks ato fjalë që do donim t'ia thoshim vetes tonë gjithmonë. Thjesht ndalun përballë reflektimit tënd, me gjithë vuajtjet që ti ke pasur, me gjitha hallet, gjitha problemet, edhe thuaj besimin tënd të ri. Thuaj unë jam e bekuar. Unë kam humbur shumë, por unë jam e bekuar. Thuaja reflektimit tënd. Dhe dili përballë edhe ai person që ka qenë duke punuar në sfondin e jetës tënde. Mendimet e tua që nuk je ulur asnjëherë ti kontrollosh, bëj të vihen tani në rresht për një. Duke thënë unë jam e bekuar, unë jam e pasur, unë jam ajo që ja dal në jetë, unë jam e suksesshme, çfarëdo lloj gjëje që dëshironi, sepse duke vendosur fjali të tilla, nuk është më shprehje dëshire. Ti nuk thua do doja të isha e suksesshme, do doja të isha më e fuqishme për të përballuar dhimbje të tilla. Do doja të isha kështu, do doja të isha ashtu, nuk është më shprehje dëshire, por është vendosje e një niveli të ri. Pra unë jam kjo dhe ti, reflektimi im tani, duhet të fillosh të operosh nga ky nivel që unë të kam vendosur tani. Unë jam kjo. Dhe ti duhet vazhdosh të funksionosh në këtë mënyrë. Dhe vetëm për 30 sekonda ta bëni këtë gjë, sikur çdo ditë, për 21 ditë, do t'jetë një mrekulli. Nuk do ta besoni as vetë ju në fund të 21 ditëve se sa e mrekullueshme është çdo gjë që do të fillojë t'ju ndodh. Pikërisht nga mënyra se si ju e shihni veten tuaj dhe i thoni, unë jam e suksesshme, unë jam e aftë, unë ja dal, unë mundem, unë kështu, unë ashtu, nuk e di, çfarëdo që të vendosni ju për t'ia thënë vetes tuaj, provojeni tani. Një prej tyre është mirror command, siç thash, pra ky drejtim që i jep ti vetes në pasqyrë. Ndërsa një tjetër është first thought swap. Domethënë, të ndryshosh mendimin e parë. Sa zgjohesh mëngjes? Cili është mendimi yt i parë? Sot na e kanë rrëmbyer, nëse mund ta quaj mendimin tonë të parë. Pse? Sepse ti zgjohesh mëngjes dhe ti je duke kontrolluar. A ka shkruar? Mbrëm? Po sot a ka shkruar? A erdhi mesazhi? A iku mesazhi? A kam njoftim të ri? Këto janë mendimet tona të para. Jam e sigurt për këtë, sepse edhe unë sot u zgjova, pavarësisht se dje kur lexova këtë informacion thash, okay, thash unë do përpiqem ta bëj këtë gjë, thash sepse duket shumë e lehtë, Thash do ta bëj këtë gjë. Jo, u zgjova mëngjes dhe thash, a ka shkruar? A ka ardhur njoftimi? Nga kush kam mesazhe sot? Këto ishin mendimet e mia të para. Është për të ardhur keq. Në 10 sekondat e para, përpara se domethënë që në momentin kur zgjoheni, ju jeni duke vepruar në një nivel tjetër energjie të trurit tuaj. Quhet theta me th. Në momentin kur lindin fëmijët, përpara se të mësojnë ato rrugët, ka një val energjie. Dhe quhet theta. Dhe kjo val energjie është bari i pashkelur. Dhe ti ke mundësinë që çdo mëngjes për 10 sekonda ta kesh barin edhe një herë pothuajse të pashkelur. Madje vende ai bari do ketë filluar siç thash të ngrihet prapë, sepse është i freskët, është bar shumë i mirë edhe fillon ngrihet prapë. Edhe nëse një rrugë për shembull
ti mund ta kesh ndjekur një herë, po nuk është se të duhet më. Fillon rregullohet bari, edhe ti s'ke nevojë të shkosh më atje. Vetëm nëse do të shkosh në ndonjë rast të çuditshëm, por nga ana tjetër, ti e ke shuar kuriozitetin dhe ti nuk ke më kuriozitet për të shkuar në atë lloj bari. Dhe çfarë ndodh? Në 10 sekonda, përpara se të zgjohesh, ti prek telefonin, ti fillon mendon për njoftimet dhe shkon edhe një herë, shkel edhe një herë në të njëjtin bar që ke shkelur edhe natën përpara. Nuk duhet ta bësh këtë. Në ato 10 sekonda, ndalo dhe mos e shkel barin, vetëm ndalo dhe shiko. Ku është një rrugë e re që unë nuk e kam shkelur akoma, që unë mundem ta mendoj tani? Dhe është pikërisht momenti kur ti ke mundësinë për të krijuar një rrugë të re. Për t'i thënë vetes, ai është marrëzisht i dashuruar me mua. Për t'i thënë vetes, unë marr gjithmonë mesazhe shumë të ëmbla nga partneri im. Dhe madje nuk kam nevojë të pres mesazhe shumë të ëmbla nga partneri im, sepse ai është në shtrat afër meje. Më besoni, në 10 sekonda mund bëni shumë gjëra, sepse truri funksionon shumë shpejt. Nuk është 10 sekonda në telefon, është 10 sekonda në trurin tuaj dhe truri juaj është i jashtëzakonshëm në 10 sekonda. Kështu që keni mendjen. Jeni akoma në këtë theta tu alfa, domethënë kaloni nga theta, nga kjo lloj vale energjie krijuese në alfa, ku keni çdo gjë të krijuar për ju dhe thjesht ju shfaqet, dhe në këtë val energjie, në këtë 10 sekondësh mundesh të krijosh gjëra të mrekullueshme. Mund të zgjohesh dhe thuash, jam e suksesshme. Kaq. Jam e suksesshme, jam e suksesshme, jam e suksesshme. Merr frymthell. Në ato 10 sekonda mundesh ta bësh këtë. Në ato 10 sekonda mund të zgjohesh dhe thuash, jam e pasur, jam e pasur, jam e pasur, jam e pasur. Jam e bollok, jam e bollok, jam e bollok. Jam e shëndetshme, jam e shëndetshme, jam e shëndetshme. Një ndër pikat kryesore që njerëzit ulen për të manifestuar është shëndeti, sigurisht. Dhe ajo lloj ndjesie që ti jep vetes në këto 10 sekonda të para të ditës, do të mundet edhe të përcaktoj mënyrën se si do të shkoj gjithë dita. Nëse ti e nis ditën edhe thua, s'ka shkuar herë sot. S'ka gjë. Gjithë dita ashtu të shkon. Kontrollo telefonin, acarohu. Pse? Sepse ty nuk të shplotësuar ajo dëshira jote. Dhe çfarë ndodh? Nëse ti të duhet vullnet i jashtëzakonshëm që ti pastaj të çohesh të bësh punët normale, të bësh diçka, të dalësh të shijosh jetën tënde, sepse ne kemi një tendencë që kur kemi një energji tonë ne investojmë gjithë në një vend që mund të jetë partneri, mund të jetë i dashuri, mund të jetë personi që dëshironi të jeni me të, ose mund të jetë puna, ose mund të jetë diçka, domethënë, edhe automatikisht e çoni energjinë atje. Madje në shumë raste puna është në vend të dytë dhe partneri është në vend të parë, domethënë. Dhe mënyra se si qaseni kësaj lloji energjie mund të përcaktojë edhe ditën se si do shkoj. Dhe nëse ju ja lejoni, pra nuk e keni vullnetin për të dalë nga ajo, domethënë për të thënë thjesht, okay, nuk ka rëndësi çfarë ndodhi, le të mos shkoj fare, nuk ka problem. Unë duhet të bëj punët e tjera, unë kam video për të regjistruar, unë kam për dalë për të shkuar në protest, unë kam për të bërë, kam për të shkuar në punë, kam për të veshur shumë bukur sepse dua të ndihem mirë. Nëse nuk e ke vullnetin mjaftueshëm të pjekur, nuk shkon dot te këto pikat e tjera. Do të ngecesh te ajo pjesa dhe ti thjesht thua, Varja, s'po dal fare. Do ulem kafe, do rri gjithkohës duke pa telefonin. Lëre fare, më mirë s'po dal. Pastaj thua, a di çka ti të s'do rrit vishem unë se po shkojmë punë, as nuk kam nerva fare për asnjë gjë. Do vesh një triko aty edhe.
hajt po ikin punë. Janë disa gjëra që të ndryshojnë komplet. Do të shkosh në punë, do fillojnë një fjalë të thot njëri, ty të duket sikur të kanë thënë një mal me fjalë dhe të gjitha gjërat e tjera të vinë pastaj. Edhe të duhet vërtet ai vullneti shumë i fortë për të dalë nga ajo gjendja që ti mund të shkaktosh vetes në 10 sekondat e para të ditës. Por nëse nuk doni që të përfundoni duke e shtrënguar vullnetin tuaj, duke e detyruar vullnetin tuaj që të dalë nga kjo 10 sekondë që pari ditës, pra sepse është punë me vete, do t'ju kthehet një punë me vete, siguroni që të bëni këtë gjë. Asnjë gjë nuk ju kushton 10 sekondat e parë përpara se të zgjoheni nga gjumi. Edhe sikur mendimi i parë të vinë në mendjen tuaj, jam e lumtur, sot jam e lumtur, Zot faleminderit, sot jam e lumtur, sot jam e lumtur, 10 sekondat e para. Dhe shikojnë se sa shumë gjëra do të ndodhin vetëm që do t'ju lumturojnë. Mund të jenë shumë të vockla, por do të ndjeheni kështu like yes. Ndodhi shumë më bukur kjo. O pash një flutur në kopshtin që kam përpara shtëpisë, ose ku diun gjëra të vogla. Thjesht jepini vetes mundësinë për të parë ndryshe jetën tuaj ose mundësinë për ta nisur ditën tuaj me një energji pozitive. Unë do të lexoj vetëm 2 nga këto. Janë akoma edhe më shumë të tjera, por duke qenë se unë në zgjata pa, do flasim në një video tjetër, pikërisht për disa teknika të tjera, 2 ose më shumë. Do përpiqem të lexoj më shumë, por do flasim në video tjetër për teknikat e tjera. Natë mirë, faleminderit që ishit këtu.